Mirëmbrëma edhe një herë këtu nga studiot e ABC News në zërin e shqiptarëve në takimin tonë të përjashëm. Sigurisht sot do të kemi edhe pyetjen tradicionale se për këtë do të votonin shqiptarët nëse zgjedhjet do mbaheshin sot. Por rezultati është befasues pasi edhe publiku i cili ne jemi drejtuar është një publik i veçantë. Bëhet fjalë për publikun sportdashës, pasi sondazhi në përmbajtjen e tij kryesore fokusohet pikërisht te ngjarja më e rëndësishme e javës kaluar, që ishte padyshim play-offi i parë i Shqipërisë për të kualifikuar në botror. Një play-off në cilin ne për fat keq dështuam pas një 45 minutëshi të shkëlqyer në cilin ne ishim në avantazh. Sigurisht i kemi pyetur shqiptarët pse gjërat shkuan gabim, cilat janë përgjegjësit dhe çfarë mund ndodhi me fatin e trajnerit të Shqipërisë. Sigurisht i kemi pyetur dhe një çështje shumë të rëndësishme që bëhet fjalë për sfidën tjetër shqiptare, atë të Kosovës që luhet nesër në stadiumin Fadil Vokri në Tiranë. Kemi pyetur për një çështje që është e diskutueshme dhe delikate, që ka qenë pjesë e debatit të opinionit sportiv, por jo vetëm. A duhet kemi ne një apo dy përfaqësuese, pasi le të themi edhe Shqipëria dhe Kosova sigurisht kanë lojtar shqiptar. Për të folur për këto tema dhe për diskutuar sondazhet, rezultatet e këtij sondazhi, me mua në studio janë si gjithmonë Eduard Zaloshe, Mirëmbrëma Zaloshe, Max Tashi, autor i programit e Dila Sprint çdo diel në ora 22 këtu në ABC News, Mirëmbrëma Max, dhe legjenda e futbollit shqiptar Artur Çobani. Mirëmbrëma Artur. Nëse ti ke program. Po nis me një opinion për ty, si e pendeshën sipas te çfarë shkoi gabim? Më erdhi keq në fakt, sepse pavarësisht se kjo ishte ndeshja e parë e play-offit, ne do të luanim dhe një ndeshje tjetër nëse do të kualifikoheshim, po duke pasur parasysh që do po luanim me polakët dhe Polonia për mua mendoja se do ishte skuadra më e fortë e skuadra e këtyre ekipeve që ishin në play-off, por që fatkeqësisht nuk më rezultoi ashtu dhe prandaj më erdhi shumë keq që ne nuk arritëm dot të dilnim, domethënë të kualifikuar për ndeshjen tjetër me Suedin. Që do ishte gjithsesi shumë e vështirë, do thoni pse, po sigurisht e vështirë do ishte dhe ajo, as bëhet fjalë. Pse? Sepse unë nuk e kisha parë ndonjëherë tjetër Poloninë, domethënë të ishte në atë gjendje e para. E dyta, shpresova shumë se më në fund Silvinjo, ndoshta edhe i detyruar dhe nga opinioni, u kthyet për të marrë futbollistët që ndoshta kanë qenë më në formë në këtë periudhën e fundit, siç ishin këta të dy Muçi dhe Mehmeti, Anis Mehmeti. Dhe isha shumë besim plot se po, pavarësisht na mungonte Manej, që ishte një mungesë e rëndësishme, sepse ne ishim pa numrin 9 edhe. Por nuk do më shkonte mendja kur që Silvinjo do të eksperimentonte si rallë në një herë tjetër, sepse ai ka qenë shumë konservator në ato idetë e tija për eksperimentoi te emri te Bajrami. Bajrami, edhe më vonë ke Pilo, nisja që bëri me Bajramin, në një pozicion që Bajrami nuk e ka luajtur ndonjëherë, dhe e dyta që s'ka pas as minuta në kamp. Nuk ka pas as minuta në kamp. Duhet keni parasysh, duket Maxi t'ia thash pak. Italia thiri Chiesën. Chiesa që luan me Liverpoolin, Chiesa që ka qenë domethënë lojtar kryesor i kombëtarës italiane dhe nga testet që i bëri përpara ndeshjes. E përcolli në shtëpi. E përcolli prapë në shtëpi. Pse? Sepse futbolli është me të luajtur, nuk është futbolli megjithatë. Plus kombëtarja nuk është e klub. Pa diskutim. Prandaj, megjithatë pjesa e parë na dhuroi domethënë diçka fal gabimeve të polakëve dhe ne arritëm domethënë të shënonim ndoshta dhe të pamenduar se mund të kalonim në avantazh. Dhe përsëri Silvinjo nuk hoqi dorë domethënë nga ato gabimet e tij, sidomos me zënësimin e Pilos në vend të këtij Hoxhës. Hoxhës, po. Po, Hoxhës. Dhe skuadra jonë në këtë moment, edhe në markimin që po bënte në mbrojtje, po të kemi parasysh golin e parë të Lewandowski, që Lewandowski të shënon, Lewandowski është nga që është nga lojtarët më të mirë, dhe Lewandowski, po ta shikoni me vëmendje, ja e kemi tash aty, markohesh nga Aslani. Shikojeni se si i ka lëvizur në zonë dhe është larguar. Po këto janë gabime. Dhe e dyta, Zelinski po i heqim këto gabimet në sulme, që nuk hyri as Muçi, as Mehmeti, qoftë edhe në zonësim pjesën e dytë. Po flasim, si mund të lihet Zelinski domethënë ta ndalojë topin? Të shikoj edhe njerë majtas apo djathtas, të ngrej edhe njerë kokën lartë, të bëj edhe një hapër para, dhe pasandaj thotë, hajde po e gjuj ku dua unë, po kjo është e tmerrshme. Këto janë gabime që nuk mund të ashtu, prandaj më erdhi keq. Maxi? Atëre, nisja ishte... Tanë priti në restor pak më herë bërë një vrejtje shumë interesante, tha... Që dojgjin një zëvëndësim. Po pra. Shefut me mete, për shumë.
Pa diskutim, kjo ishte një nga ato të themi gabimet, ndoshta stafi në kompleksitet e tjere, Stafin e Ekës, presioni, prapë. gjërat, tjere që e bën atë që ndoshta një ndrim të ndiqte në momenti që futi Muçin, mund fuste dhe një lojtar tjetër dhe kompletonte 500 pra. Në minutën 82, Mirë pra mirë. Si do me qenë, ti tentoj gjithçka për gjithçka, por fakti që ti fute vetëm Muçin dhe do gje një zvendësim, tregon që ka diçka që nuk shkon. Megjithatë, loja nisi furishëm për polakët, a sa gjithë ne mendonim që me këtë ritëm këta shpejt apo vonë do na shnojnë një gol, por e kalon atë 10 minushën e parë. Pastaj ekuilibër, vjen momenti pastaj i gabimit mbrojtësit polak që duke që kishin presion, tension, gjithçka pra për këtë ndeshje. 58.000 spektatorë. Sepse një ndeshje është drejtë e 90 minuta janë për dyja palët. Episodi bën diferencën. Na shkojmë barë, themi ne, me gjitha veprimin fantastik që bëri Arber Hoxha, sepse pavarësisht themi ne gabimit mbrojtësit, veprimi i tij ishte jashtëzakonshëm. Po s'është sulmues prandaj, është një sulmues, kam jo, pra bëri veprimin e dur në kohën e dur. Kështu që shkuam dhomat e zhveshjes 0-1, që ishte rezultati ndoshta i pamenduar para aq sa ne kishim dhënë pjesën e parë. Por pritej që në pjesën e dytë Silvinho të bënte diçka ndryshe. Ço do të thoshte, paktën në mesfush, sepse lojtarët tanë konsumuan shumë energji për shembull në pjesën e parë dhe treshja themi mesfush Zlaçi, Aslani dhe Shehu, ndoshta kishin nevojë për ndonjë nga ato shtyllat, siç mund të jetë në rastin konkret ishte Ramadani, që është roli tipik dhe është një nga 3 lojtarët me më shumë kilometra në Serie A. Pra një lojtar që plugon themi në fushën e gjelbër në gjitha stadiumet e Serie A, me gjendje të mirë fizike, morale, gjitha gjëra. Kështu që mund të ishte kanë atë grintën sedrën kombëtare që e kanë pikërisht. Pra ka dhe një marsh më tepër themi në aspektin si agonistik për shumë gjitha aspektet dhe nuk ndodhi. Pastaj vjen situata tjetër, vjen situata për shumë tek se si do të shënonim golin, për të barazuar apo për të dyfishuar rezultatin. Vjen pastaj goditje standarde, gjë që e përmendi dhe Çobani, për shembull që të paktën Lewandowski duhet të mbulojë nga Gjimshiti dhe Ismaili, një nga dy që janë më shtatlartët. Pastaj vjen situata tjetër e Zelinskit për shembull, që provoi 2 herë përpara dhe në rastin e tretë shënoi. Pra edhe këto ishin disa detaje që trajneri mund t'i kapte, themi në aspektin taktik. Jo mund t'i kapte, është detyrë e tij, se çfarë detyrë ka trajneri. Them që një trajner as të stërvit skuadrën as e bën se vjen gati. Pra, në kompleks ne zhvilluam një ndeshje mesatare, por me gabime themi individuale dhe natyrisht me një lloj përgjumje edhe nga Stoli, që na çoi te ky lloj eliminimi, që ishte për mua eliminim i tepërt për atë që tregoi Pusha, e vërtetë. Zalozhja ti sigurisht se ti je partizani i sportit, apo ky sondazh si ishte i lehtë për të realizuar? Është sondazhi që e kam plotësuar më shumë deri më sot sa kam bërë sondazhe ku e dërgoj linkun me pyetësorin me link me SMS, është rekord, madje do jap edhe këtë kuriozitet që kam lënë jashtë kampionit shumë meshkuj sepse më zhbalancoi kampioni. Pra, po shikoj që ke një nga kampionet më të larta, 1560 banor të rritur dhe kjo e ka çuar marzhin e gabimit e ka ulur në plus minus 2.4%. Edhe ky është një rekord në fjalë si nivel marzhi gabimi dhe po tregon që bëm zgjedhjen e dur që kjo ishte ngjarja kryesore e javës. Patjetër, javë do diskutohet. Javë që s'është mbyll akoma, javë që s'është mbyll ende. Ishte për javën e kaluar. Kemi Kosovën, po flasim për sondazhin këtu. Megjithatë dalim tek pyetja e parë. Pyetja e parë është Shqipëria u eliminuar nga botrori. Eliminimi pa merituar të 9.2% e shqiptarëve, 25.7% tonë Polonia ishte ekip më i mirë, ndërkohë 65.1% tonë eliminim prej gabimeve tona. Ture? Është e vërtet. Biles, unë doja ta thosha, ne u mundëm vetë. Për gjithë ato që përmenda, të ishin gabimet tona. Nuk ishte të më thënë se e përmenda pak që Polaku, nuk ishte i Polak që ne jemi mësuar, pavarësisht se 25% mendojnë që ishte ekip më i mirë. Jo, Polonia bëri veprimet e veta, trajneri bëri zvendësimet e dura, ishte goditje standarde të goditura në gjitha aspektet. 17 vjeçar për të ndryshuar lojën. Kjo është domethënë një gjë domethënë e habitshme. Ky është t'i japësh besim talentit. Një 17 vjeçar për të ndryshuar lojën. Pra shikojmë Zalozhën 65.1% ton faji është komplet i yni. Unë era parë unë
asnjëherë nuk marr pjesë në sondazhet që bëj vetë. Kësaj radhe mora pjesë. Nuk durove do, dhe? E kam parë kombëtarin që 6 vjeç stadium, nuk mund të rrihe pa e dhënë një mendim. Dhe unë jam tek 65% që Po sigurisht, të gjitha gabimet, eliminimi erdhi prej gabimeve tona, sepse në fakt deri tek goli i barazimit të polakëve, pra të ne do të thonë, ne patëm raste që duhet t'i kishim, ndoshta mund të Spaku njëri për e tyre, Spaku 2-0 duhet ishim, e vërtetës. Po, Çorbani? Ne mund të shprehim keqardhje për të gjë, të themi që po pse për atë rastin e Bajramit mos e ka fajin Silvinjo, apo për rastin e Pilos mos e ka fajin Silvinjo, domethënë këto janë gjëra që kështu do të shkojnë. Pse do të shkojnë kështu? Sepse ai Bajrami nuk është më ai Bajram që ka qenë. Prandaj Kieza nuk e morën ata më. Kur s'ke minuta nuk bën dot as golin. Që është dhe temi nga pipame e reputacionit, lojtari. E njëjta gjë më i famshëm i Italisë. Ka ngarkesë emocionale. Nuk është Pilo mbrojtësi që dëshnoi, po është ai Solmuzi që dëshnoi, po zë më emra Muçi dhe Mehmeti se faktikisht këta të dy. Pra s'kishin gjendje të mirë psikofizike. Po sigurisht. Muçi me më shumë minuta dhe më shumë gola, Mehmeti që po çmend futbollin anglez. Po sikur të ishin për të gola do flisnin kështu nëse. Po jo, nuk do bëheshin dot ato. Sepse nuk ishin njerëz të duhur për të. Pra e thoni në çdo rast Bajrami të kishte dështuar? Pa diskutim. Po pse, sepse ai shënon në pozicionet. Po nuk, shiko, edhe po ta shikosh veprimin e Bajramit, te veprimin po. Po ta marrësh. Ai nëse do ishte ai Bajrami me atë gjendje të mirë fizike që ka pas, ai nuk do hynte fare këtej brenda. Ai do e merrte direkt. Jo, Çobanin, s'jam dakord. Ai tregoi. Shiko, hyrja brenda. Jo, hyrja, po do ma lesh ta mbaroj? Po mirë. Po më kundërshton. Hyrja brenda bëri që 3 lojtarë të dalin të zën poshtë. Po, dhe ai është veprim I ngadalt. Jo, është veprim i Kurse marrja e topit me këmbën e majtej, ai do ishte i vetëm me do shta ai kishte besim të tepruar në vetvete. Do, Maksi. Po të ishte Bajrami i dikurshëm, do kishte bërë me njëra të veprim. Maksi, vetëm një gjë. Ai e ndaloi e shtyr. Pse ka të bëjë minutat, them unë. Tek rasti Bajramit, cili padyshim mbetet nga lojtarët më të talentuar që ne kemi. Por pse kanë të bëjë minutat? Krahasor rastin e Zielinskit. Po. I cili mbylli syt dhe tha gjyti fort brenda portës. Se një sulmos atë bën në një rast tillë. Kujtohet goli Ben Mingës me, besoj të kujtohet me Belgët. Unë kam pasur rastin ta pyes shumë vite më pas. Pa veprimet i bëri shpejta, pam. Mbylla syt ta dhe vetëm gjyta brenda portës. Dhe topi shkoi brenda portës tundi rrjetën. Pra ideja është unë jam tentoj të jem me turin të rast. Edhe pse unë mendoj që Bajrami me orët që kishte në këmbë kur luante me Sassuolon që luante 90 minuta, do kishte gjyt direkt me të parën, do kishte përgojë. Me një veprim, 1-2. Kërkoi spektaklin, po thirrë 3 mbrojtës si Azun. Pra le të themi ishte gabimi i tij, ishte gabimi i tij. Teknik dhe taktik i Bajramit që është shkëlqyer, por ndoshta ngadalt, Maksi, shumë ngadalt. Ky përgjigje atij veprimi. Maksi, shumë ngadalt. Veprim shumë ngadalt. Bajrami nuk i ka këtë. Zaloshin, unë s'kam statistika minutë futboll turi. Po mirë, ne po diskutojmë se nuk po themi në një. Edhe Maksi ka luajtur. Unë do flas si statistician. Është çështje statistikash. Nëse ke minuta në këmbë, nëse ti në ato minuta ke gjuajtur 30 herë, ti është çështje probabiliteti që ti do shënosh, ke probabilitet më të lartë. Nëse ti gjithë vitin, gjithë sezonin, ti s'ke qenë as në stol. Ose duhet ti jesh Maradona, edhe një herë që ti jepet një rast, ti e ke probabilitetin vetveti, është çështje statistike, është e provuar statistikisht. Shiko, këtë e bëjnë skuadrat e mëdha. Në momentin që statistikat janë futur në sport, sporti ka ecur shumë, pra ka ikur nga improvizimi dhe është bërë biznes në vete. Edhe rasti Pilos. Ose fjale Pilo për shumë është një lojtar i pash gjithë minutat, nuk e kam parë duke luajtur, po i pash minutat, pash gjithë dhënat që kishte Pilo, para se të futej në këtë ndeshje. Pilo kishte luajtur mbrojtës si majt, edhe gjithmonë kishte marrë notat mira në ato. Jo, Pilo tek Aeko luan fash, bën Aeko sot është mend pak kampionatin grek. Por Pilo nuk kishte gjuajtur. Fasha nuk të çon ke porta për gol. Në port nuk të gjuajtur kuadrat. Por ama ka dhënë shumë asiste. Po nuk e dha më Maksi. Edhe aty nuk e dha hyrin fundore dhe nuk e dha asistin. Dakor tu? Ai ishte Pilo prapë që se bëri dot. Problemi është se ne po diskutojmë 2 raste kulminante kur u realizuan gjujtjet, por
nuk bë goli. Nuk duhet t'ja lënë Dhe probabiliteti dikush që gjuan vetëm një herë në një ndeshje kaq të ishte kam të vogël. Ajo ishte një gjë ndoshta nuk kishin njerëzit e dur në vendin e dur, mund ta themi edhe. Ja, shiko. Urdhra. Një sulmues. Një sulmues që dhe duhet thënë që ky ishte topi i parë që preku Pilo në ndeshje. Shkojmë tek pyetja e dytë, se kjo është interesante, ti thellohemi problemin. Përgjegjësitë që ndrojnë më shumë tek lojtarët që humbin bastet, e dyja bashkë të trajnerit dhe zëvendësimit e tij. 67.1% thonë që janë lojtarët që humbin rastet, 19.8% thonë është trajneri dhe zëvendësimit e tij, 13.1% thonë janë të dyja bashkë. Zalosha na shpjego pak. Ku anon peshorja? Tani, kuptohet, se ne nuk kemi pyet specialista futbolli, janë 1500... Kur vje punat e kombëtarë, jemi gjithë trajnerët kombëtarës. Po, pikërisht pra, se këta janë specialistët e kafenes që janë pyetur. Këtu dhe vetë pjesëmarrja kaq e lartë në këtë sondazh tregon që secili do t'japi mendimin e vet. Dhe kuptohet që ishte shumë e dhimbshme, ajo, se dhe unë ato kam ke 67% që jam. Po ishte shumë e dhimbshme ai rasti i këtij të Tomos Bajramit. Të Bajramit. Të 2-0. Mbylla syt se kishte më besim tek ai. Po dhe 2-0, po jo, ishte situata 2-0, tash e fituam me mbylla syt. Ku se besova sy që futboll. Kështu që edhe këta njerëz që kemi pyetur e kanë ndjerë pikërisht të gjë, po pastaj kur vjen puna, njerëzit që kanë luajtur mund ta shpjegojnë më teknikisht pse është problemi. Turi, ti ku jetë këtë kjo pjesa? Shumica shqiptarëve mendojnë që është fajë lojtarëve. Unë nuk dua të blejmë gjithmonë trajnerin, po them për mua në këtë ndeshje gaboi trajneri. Ne skuadrën e kemi, edhe ata lojtarë që ishin të zgjedhur le të ishin aty të por të hedhurit në fush nuk janë të duhurit, ose ndërimet nuk u bën për t'i ardhur skuadrës, domethënë, sipas rezultatit që po merrte. Sepse ky nuk e di që Silvia nuk ka qenë ndonjëherë trajner kurioz, që të ketë bërë gjëra biles edhe ju e përmendu pak më parë, edhe në këtë ndeshje ai nuk i konsumuoi ndrimin. Ja, nuk i konsumuoi. Që edhe më përpara nuk i ka konsumuar. Por që këtë nuk ja le dot fajin askujt tjetër përveç trajnerit. Përveç trajnerit, sepse ai i bën zgjedhjet. Edhe minutat se kur i bën ndrimet janë gjitha. Por unë s'mund të fajsoj Pilon, sepse Pilo me aq minuta sa luajti. Po, m'rregull është. Ai doli bëri atë veprim, aq e ka mundsi. Dhe luajti shumë mirë, luajti shumë mirë, por i qelloi fati keq. Edhe Bajrami maksimumin dha, po s'ka të kur nënç. Jo, se kur vjen puna të gabimet e lojtarë, mos harrojmë edhe këtë Strakoshën që i ka lojë topin. Gabim bërë dhe Strakoshën, gabim bërë në mullimet atjere. Po, ai... Tash shiko, si edhe veti përmendë një terminologji shumë burë specialistët e kafener, pra njerëzit e thjeshtë që të komentojnë ndeshjen dhe sigurisht shohin atë në ekran dhe pan Strakoshën pozicionuar keq, pan Hysajn që Aslan nuk e pa njëri. Ju specialistët e vërtetë, veni kishtin plak dhe thoni një Polonia luante me set pieces, pra me këto që shuhen set pieces, pra me këto skemat e korneve, që zakonisht kemi parë të Arsenali gjatë këtij sezoni, po e përdorin shumë ekipe, dhe kishte tentuar dhe para ndeshjes, edhe gjatë ndeshjes, edhe në ndeshjen më parë Polonia ka tentuar dhe ka realizuar gola të tillë. Dalim prap tek përgjegjësia e trajnerit ku unë e shoh veten në këtë sondazh. Ti Maksi? Edhe unë aty e shoh, si rrallë herë me Turin jemi në një mendje në këtë rast, pra me Çobanin, por ai që më përshtyp është fakti që jo vetëm tek aspekti ndrimeve, apo i markimeve brenda zonës, i detyrave themin specifike taktike, por dhe tek koha e ndrimeve. Shpeshherë për shembull Silvinho humbet kohë në leximin e ndeshjes, në ndrimet e dhura dhe shpeshherë themi ne i bën ato ndrime me shumë vonesë atëherë kur gjërat ose kanë përfunduar ose shumë e vështirë për t'i ndryshuar. Maksi, a është çështje egoje në një rast, për shembull kur ti shikon që për shembull të jep mend një stadiumi tërë, të kapet e çika egoje, thu tani nuk do bëj ndrimet se ma kërkon stadiumi. Nëse u mendoj që Silvinho në këtë aspekt ka një karakter pak të veçantë, që do me thënë që është bërë më shumë shqiptar nga vetë shqiptarët në rastin konkret. Ndërkohë Silvinho ishte shumë i këndshëm dhe shumë i paparashikueshëm për shembull në fillimet e tij në Shqipëri, kur erdhi dhe ndeshjet me fjalë me Polonin, sidomos ndeshja e parë dhe në Vyshmëri, realizoi ndeshje të shkëlqyera vetëm sepse ishte në karakterin e tij brazilian themi, dhe që erdhi këtu për të bërë diçka të bukur. Ndërkohë që gradualisht
erdhi duke rënë dhe kemi parasysh edhe finalet e Europianit me 3 ndeshje që nuk u luajtën bukur, edhe pse ne shkuam në Europian, kemi parasysh pastaj ligën e kombeve që ram një kategori më poshtë dhe jemi në ligën C tashmë, dhe natyrisht pastaj eliminatorët që kishin ule ngritet e veta, sepse mos të harrojmë që ndeshja në Letoni ishte një nga ato ndeshje për t'u harruar, ai barazim 1-1 atje. Ne na ndihmoi fati, kuptohet se Serbia psoi bëri gaf vet, por le të themi nuk mund të pretendoje që nuk ishte rastësi, themi po ti marrin të analizojnë kjo situatë e Silvinjos. Por unë do të marr vetëm një aspekt. Silvinjon, mbas do ndeshje, unë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë të marrë përgjegjësitë e tij. Asaj radhe. I ka shitur gjithmonë. Atëherë ky është karakteri i Silvinjos. Dhe ne duhet ta pranojmë këtë gjë, se intervistat aty i kemi. Merri, shikojmë me radhë, edhe kësaj radhe, fjala e tij tha Shqipëria së Brazili. Po çdo Nëse ne do preferonim shumë që të jepte në fushë. Brazili pretendon për kampion botën. Kjo do ishte më rëndësishme. Nuk Silvinjo asnjëherë nuk ka marrë përgjegjësi, duke mos marrë përgjegjësi nuk zgjidh dot as. Po, zë Giovanni, te kjo doja të rria. Një temi trajner që stërvit, një trajner e stërvit kombëtarën apo e seleksionon atë, pasi seleksionon atë, dieta e punë. Si do të stërvisi jemi 3 ditë, ai ka gati, ai selektor. Domethënë një trajner i kombëtar është selektor dhe aty dallon. Korrekton. Po pra dhe ai me mendimsat e tij që i ka brenda, i ka përgatitës atletike apo përgatitës psikologjike apo anën fizike, taktike, këto i ka domethënë për merremetime, për të rregulluar domethënë ato ide që kanë koka ai për të luajtur me këta lojtarë. Po ai bën seleksionin, prandaj u gëzova që mori edhe këta 2. Se mori 2 lojtarët më në formë që ne kishim. Dhe për fat keq, po thuaj se nuk e përdori fare. Maksi në kombëtar shkon trajneri te lojtarët apo me lojtarët tek trajneri. Pra i përshtaten lojtarët një skemë trajnerit apo duhet trajneri seleksionoj lojtarët cilët japin më shumë rezultat. Unë mendoj që trajneri duhet seleksionoj lojtarët që japin më shumë për këtë kombëtare, duke filluar nga karakteri, nga pozicionet, dhe natyrisht pastaj nga eksperienca, sepse në kombëtare një ndeshje bën diferencën në krahasim me një kampionat, ti mund të kesh kohë për rekuperim. Për shembull, në rastin e Hysa, i cili nuk ka shumë minuta, por te rastit të golit të Lewandowski, i cili deri diku dhe nuk është fare i tij, se edhe për shkak të staturës etj. Po unë mendoj që ishte nga lojtarët më të mirë në fushë, megjithëse nuk ka luajtur ndeshje. Pra dalim tek ajo që kur vjen një lojtar te kombëtarja, kanë një lojtar që luajnë me vlera që kanë vlera të tilla apo jo. Pra karakter, eksperiencë themi dhe natyrisht edhe vendosje. Kemi një gjë tjetër tash për Silvinjon. Ne zëm se do ikë Silvinjo. Po. Ore çfarë, sepse Hysaj është sakrifica që ka bërë deri tash, domethënë edhe mosha edhe pa ekipë është e tjera më radhë. Gjimshiti është drejt fundit. Ismaili është drejt fundit, por 32 vjeç. Si do të jetë? Ismaili po ashtu, ai Ajeti po ashtu. Atëherë ka aktivizuar lojtarë të tjerë ky Silvinjo domethënë për të na thënë se me këtë do të shkojmë në vitin tjetër. Puna është nuk kemi problem lojtarësh, që jo puna është, jo dakor. Kush janë Maksim, thuaj për shembull që erdhi në këtë grumbullimin e fundit është një çështë që para asnjëherë më Maksi. Po mirë, Maksi, problemi është një trajner i cili ka një plan afatgjat, patjetër. Mendon dhe çfarë do ndodhi më pas. Pyetja është, a ka Silvinjo plan që ndrojë me Shqipërinë apo jo? Dhe këtu dalim tek pyetja tjetër që i kemi drejtuar shqiptarëve. Silvinjo përfundon kontratën në qershor, me të shkuam në European dhe play-off botëror për herë të parë, që janë 2 arritje që nuk ja ishim dot Silvinjos. Trajneri mirë duhet që ndrojë. 27.4% e shqiptarëve thonë që ai duhet që ndrojë. 47.2 thonë cikli i tij thjesht përfundoi, pra ai duhet iki. Dhe 25.4% janë shumë harsh, shumë tash, prandaj ti thonë dogji shanset e një brezi shkëlqyer duhet largohet. Unë jam me këtë Portokallin. Jetë Portokallia, te revolucioni Portokalli. Në fakt po Zalosha? Këtu praktikisht çerekut duan që të mbetet, 3 çerekut duan që të iki, po puna është se këta që duan ikjen e Silvinjos janë ndarë në 2 pjesë. Pra disa janë më të ashpër ndaj tij, këta që thonë që na dogji shanse. Apo dogji shanse. Dogji shanse. Ta janë më tashë. Cikli, unë jam të cikli për shkak, sepse nuk mund të them. Vërtet është që ishte një brez i shkëlqyer. Nuk mund të themi që dogji. Nuk mund të themi që dogji, sepse pa ju ndiku ju fare. Tek e fundit u kualifikuam në Europian. Po mirë, nuk kemi të ndërgjegjshëm që ishte një brez i shkëlqyer kë? Po jo, po se
prandaj se është dy opsione në qikë të ndryshme. Një opsion është shumë i ashpër ndaj Silvinjos. Tjetri është që përfundoj ciklin. Ik tani, bërë që bërë, ik. Bërë që bërë, faleminderit. A i ikur ishte, në fakt se kështë mbaru kontrata. Mirë, kjo është opinioni. Jo, puna është atë do vazhdon të më. Me gjatë, Maksi, unë mendoj që ata që janë përgjigjur 27.4% kam parë për te një emocionit momentit. Dhe kanë thënë një gjë që në duhet ta pranojmë. Unë si e shikoj, si e kam ndjekur në kombëtare. Ndoshta edhe për shkak të cilësisë lojtarëve, kuptohet, edhe për shkak të nivelit tjetër që është federata jonë sot etj. Por duke nisur nga ndeshja parë me Polonin, cilën e humbëm por luajtëm shkëlqyer në Varshavë, unë mendoj që me Silvinjon kombëtare nga pikpamja e lojës, taktikës, e skemave etj. Ka arritur performancën më të mirë që unë kam parë në kombëtaren tonë. Pra kemi kontrollojmë topin, kemi pra kontrolli topit është, zotrimi topit edhe goditje ndaj mbi 50% në shumicën e rasteve, pra jemi mbi kundërshtarët tanë edhe kur ata na mundin, numri goditjeve në portë është i lartë, sulmi ka shkëlqyer me sfusha shumë mirë, me një mbrojtje stabil, me Strakoshën që për fat është nuk. E njëjta gjë më i famshëm i Italisë. Ka ngarkesë emocionale. Nuk është Pilo mbrojtësi që dëshnoi, po është ai Solmuzi që dëshnoi, po zë Emra Muçi dhe Mehmeti se faktikisht këta të dy. Pra s'kishin gjendje të mirë psikofizike. Po sigurisht. Muçi me më shumë minuta dhe më shumë gola, Mehmeti që po çmend futbollin anglez. Po sikur të ishin për të gola do flisnin shumë nëse, po jo, nuk do bëheshin dot ato, sepse nuk ishin njerëz të duhur për të. Pra e thoni në çdo rast Bajrami të kishte dështuar? Pa diskutim. Po pse, sepse ai shënon në pozicionet. Po nuk, shiko, edhe po ta shikosh veprimin e Bajramit, te veprimin po. Po ta marrësh, ai nëse do ishte ai Bajrami me atë gjendje të mirë fizike që ka pas, ai nuk do hynte fare këtej brenda. Ai do e merrte direkt. Jo, Çobanin, s'jam dakord. Ai tregoi. Shiko, hyrja brenda, hyrja, po do ma lesh ta mbaroj? Po mirë. Po më kundërshton. Hyrja brenda, bëri që 3 lojtarë të dalin të zën poshtë. Po, dhe ai është veprim I ngadalt. Jo, është veprim i shkëlqyer. Kurse marrja e topit me këmbën e majtej, ai do ishte i vetëm me do shta ai kishte besim të tepruar në vetvete. Do, Maksi. Po të ishte Bajrami i dikurshëm, do kishte bërë me njëra të veprim. Maksi, vetëm një gjë. Ai e ndaloi e shtyr. Pse ka të bëjë minutat, them unë. Tek rasti Bajramit, cili padyshim mbetet nga lojtarët më të talentuar që ne kemi. Por pse kanë të bëjë minutat? Krahasor rastin e Zielinskit. Po. I cili mbylli syt dhe tha gjyti fort brenda portës. Se një sulmues atë bën në një rast tillë. Kujtohet goli Ben Mingës besoj të kujtohet me Belgët. Unë kam pasur rastin ta pyes shumë vite më pas. Ma veprimet i bëri shpejta, pam. Mbylla syt ta dhe vetëm gjyta brenda portës. Dhe topi shkoi brenda portës tundi rrjetën. Pra ideja është unë tentoj të jem me turin të rast. Edhe pse unë mendoj që Bajrami me orët që kishte në këmbë kur luante me Sassuolon që luante 90 minuta, do kishte gjyt direkt me të parën, do kishte përgojë. Me një veprim, 1-2. Kërkoi spektaklin, po thirrë 3 mbrojtës si Azun. Pra le të themi ishte gabimi i tij, ishte gabimi i tij. Teknik dhe taktik i Bajramit që është shkëlqyer, por ndoshta ngadalt, Maksi, shumë i ngadalt. Ky përgjigje atij veprimi. Maksi shumë i ngadalt, veprim shumë i ngadalt. Bajrami nuk i ka këtë. Zaloshin, statistika minutë futboll turi. Po mirë, ne pa diskutojmë se nuk po themi në një. Edhe Maksi ka luajtur. Unë do flas si statistician. Është çështje statistikash. Nëse ke minuta në këmbë, nëse ti në ato minuta ke gjuetur 30 herë, ti është çështje probabiliteti që ti do shënosh, ke probabilitet më të lartë. Nëse ti gjithë vitin, gjithë sezonin, ti s'ke qenë as në stol. Ose duhet ti jesh Maradona, edhe një herë që ti jepet një rast, ti e ke probabilitetin vetveti, është çështje statistike, është e provuar statistikisht. Shiko, këtë e bindën skuadrat e mëdha. Në momentin që statistikat janë futur në sport, sporti ka ecur shumë, pra ka ikur nga improvizimi dhe është bërë biznes në vete. Edhe rasti Pilos. Ose fjale Pilo për shumë është një lojtar i pash gjithë minutat, nuk e kam parë duke luajtur, po i pash minutat, pash gjithë dhënat që kishte Pilo, para se të futej në këtë ndeshje. Pilo kishte luajtur mbrojtës si majt, edhe gjithmonë kishte marrë notat mira në ato. Jo, Pilo tek Aeko luan fash, bën Aeko sot është mend parë kampionatin grek. Por Pilo nuk kishte gjuetur. Fasha nuk të çon ke porta për gol. Në port nuk të gjuajtur kuadrat. Por ama ka dhënë shumë asiste. Po se
Po nuk e dha më Maksi, edhe aty nuk e dha hyrin fundore dhe nuk e dha asistin. Dakor të? A ishe Pilo prapë që se bëri do? Problemi është se ne po diskutojmë dy raste kulminante kur u realizuan gjujtjet, por nuk bë goli. Nuk duhet t'ja lërë Dhe probabiliteti të dikush që gjuan vetëm njerë në një ndeshje ka të ishte e kam të vogël. Ajo ishte një gjë Do shta nuk ishin njerëzit e dur në vendin e dur, mund ta themi Ja, urdhra. Një sulmus. Një sulmus që dhe duhet tënë që ky ishte topi parë që preku Pilo në ndeshje. Shkojmë tek pyetja e dytë, se dhe kjo është interesante, ti thellohemi problemin. Përgjegjësitë që ndrojnë më shumë tek lojtarët që humbin bastet, e dyja bashkë të trajnerit dhe zëvendësimit e tij. 67.1% thonë që janë lojtarët që humbin rastet, 19.8% thonë është trajneri dhe zëvendësimit e tij, 13.1% thonë janë të dyja bashkë. Zalosha na shpjego pak. Ku anon peshorja? Tani, kuptohet, se ne nuk kemi pyet specialista futbolli, janë 1500... Kur vje punat e kombëtarë, jemi gjithë trajnerët kombëtarës. Po, pikërisht pra, se këta janë specialistët e kafenes që janë pyetur. Këtu dhe vetë pjesëmarrja kaq e lartë në këtë sondazh tregon që secili do t'japi mendimin e vet. Dhe kuptohet që ishte shumë e dhimbshme, ajo, se dhe unë aty kam ke 67% që jam. Po ishte shumë e dhimbshme ai rasti i këtij të Tomos Bajramit. Të Bajramit. Çonte 2-0. Mbylla syt se kishte më besim tek ai. Po dhe 2-0, po jo, ishte situata 2-0, tash e fituam me mbylla syt. Ku se besova sy që futboll. Kështu që edhe këta njerëz që kemi pyetur e kanë ndjerë pikërisht të gjë, po pastaj kur vjen puna, njerëzit që kanë luajtur mund ta shpjegojnë më teknikisht pse është problemi. Turi, ti ku jetë e kjo pjesa? Shumica shqiptarëve mendojnë që është fajë lojtarëve. Unë nuk dua të blejmë gjithmonë trajnerin, po them për mua në këtë ndeshje gaboi trajneri. Ne skuadrën e kemi, edhe ata lojtarë që ishin të zgjedhur le të ishin aty të por të hedhurit në fush nuk janë të duhurit, ose ndërimet nuk u bën për t'i ardhur skuadrës, domethënë, sipas rezultatit që po merrte. Sepse ky nuk e di që Silvia nuk ka qenë ndonjëherë trajner kurioz, që të ketë bërë gjëra biles edhe ju e përmendu pak më parë, edhe në këtë ndeshje ai nuk i konsumuoi ndrimin. Ja, nuk i konsumuoi. Që edhe më përpara nuk i ka konsumuar. Por që këtë nuk ja le dot fajin askujt tjetër përveç trajnerit. Përveç trajnerit, sepse ai i bën zgjedhjet. Edhe minutat se kur i bën ndrimet janë gjitha. Por unë s'mund të fajsoj Pilon, sepse Pilo me aq minuta sa luajti. Po, m'rregull është. Ai doli bëri atë vepër, aq e ka mundsi. Dhe luajti shumë mirë, luajti shumë mirë, por i qelloi fati keq. Edhe Bajrami maksimumin dha, po s'ka të kur nënç. Jo, se kur vjen puna të gabimet e lojtarë, mos harrojmë edhe këtë Strakoshën që i ka lojë topin. Gabim bërë dhe Strakoshën, gabim bërë në mullimet atjere. Po, ai... Tash shiko, si edhe veti përmendë një terminologji shumë burë specialistët e kafener, pra njerëzit e thjeshtë që të komentojnë ndeshjen dhe sigurisht shohin atë në ekran dhe pan Strakoshën pozicionuar keq, pan Hysajn që Aslan nuk e pa njëri. Ju specialistët e vërtetë, veni kishtin plak dhe thoni një Polonia luante me set pieces, pra me këto që shuhen set pieces, pra me këto skemat e korneve, që zakonisht kemi parë të Arsenali gjatë këtij sezoni, po e përdorin shumë ekipe, dhe kishte tentuar dhe para ndeshjes, edhe gjatë ndeshjes, edhe në ndeshjen më parë Polonia ka tentuar dhe ka realizuar gola të tillë. Dalim prap tek përgjegjësia e trajnerit ku unë e shoh veten në këtë sondazh. Ti Maksi? Edhe unë aty e shoh, si rrallë erë me Turin jemi në një mendje në këtë rast, pra me Çobanin, por ai që më përshtyp është fakti që jo vetëm tek aspekti ndrimeve, apo i markimeve brenda zonës, i detyrave themin specifike taktike, por dhe tek koha e ndrimeve. Shpeshherë për shembull Silvinho humbet kohë në leximin e ndeshjes, në ndrimet e dhura dhe shpeshherë themi ne i bën ato ndrime me shumë vonesë atëherë kur gjërat ose kanë përfunduar ose shumë e vështirë për t'i ndryshuar. Maksi, a është çështje egoje në një rast, për shembull kur ti shikon që për shembull të jep mend një stadiumi tërë, të kapet e çika egoje, thu tani nuk do bëj ndrimet se ma kërkon stadiumi. Nëse u mendoj që Silvinho në këtë aspekt ka një, le themi, ka një karakter pak të veçantë, që do me thënë që është bërë më shumë shqiptar nga vetë shqiptarët në rastin konkret. Ndërkohë Silvinho ishte
ishte shumë i këndshëm dhe shumë i paparashikueshëm, për shembull në fillimet e tij në Shqipëri, kur erdhi dhe ndeshjet me fjalë me Polonin, sidomos ndeshja e parë dhe në Vyshmëri, realizoi ndeshje të shkëlqyera vetëm sepse ishte në karakterin e tij brazilian, themi, dhe që erdhi këtu për të bërë diçka të bukur. Ndërkohë që gradualisht erdhi duke rënë dhe kemi parasysh edhe finalet e Europianit me 3 ndeshje që nuk u luajtën bukur, edhe pse ne shkuam në Europian, kemi parasysh pastaj ligën e kombeve që ram një kategori më poshtë dhe jemi në ligën C tashmë, dhe natyrisht pastaj eliminatorët që kishin ulë ngritet e veta, sepse mos të harrojmë që ndeshja në Letoni ishte një nga ato ndeshje për t'u harruar, ai barazim 1-1 atje. Ne na ndihmoi fati, kuptohet se Serbia psoi bëri gaf vet, por le të themi nuk mund të pretendoje. Që nuk ishte rastësi, themi ne. Po ti marrin të analizojnë kjo situatë e Silvinjos. Por unë do të marr vetëm një aspekt. Silvinjon, në bazë do ndeshje, unë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë të marrë përgjegjësitë e tij. Asaj radhe. I ka shitur gjithmonë. Atëherë ky është karakteri i Silvinjos. Dhe ne duhet ta pranojmë këtë gjë, se intervistat aty i kemi. Merri, shikojmë me radhë, edhe kësaj radhe, fjala e tij tha Shqipëria së Brazili. Po çdo Nëse ne do preferonim shumë që të jepte në fushë. Brazili pretendon për kampion botën. Kjo do ishte më rëndësishme. Nuk Silvinjo asnjëherë nuk ka marrë përgjegjësi, duke mos marrë përgjegjësi nuk zgjidh dot as. Po, zë Giovanni, te kjo doja të rria. Një temi trajner që stërvit, një trajner e stërvit kombëtarën apo e seleksionon atë, pasi seleksionon atë, dieta e punë. Si do të stërvisi jemi 3 ditë, ai ka gati, ai selektor. Domethënë një trajner i kombëtar është selektor dhe aty dallon. Korrekton. Po pra dhe ai me ndihmësat e tij që i ka brenda, i ka përgatitës atletike apo përgatitës psikologjike apo anën fizike, taktike, këto i ka domethënë për merremetime, për të rregulluar domethënë ato ide që kanë koka ai për të luajtur me këta lojtarë. Po ai bën seleksionin, prandaj u gëzova që mori edhe këta 2. Se mori 2 lojtarët më në formë që ne kishim. Dhe për fat keq, po thuaj se nuk e përdori fare. Maksi në kombëtar shkon trajneri te lojtarët apo me lojtarët tek trajneri. Pra i përshtaten lojtarët një skemë trajnerit apo duhet trajneri seleksionoj lojtarët cilët japin më shumë rezultat. Unë mendoj që trajneri duhet seleksionoj lojtarët që japin më shumë për këtë kombëtare, duke filluar nga karakteri, nga pozicionet, dhe natyrisht pastaj nga eksperienca, sepse në kombëtare një ndeshje bën diferencën në krahasim me një kampionat, ti mund të kesh kohë për rekuperim. Për shembull, në rastin e Hysa, i cili nuk ka shumë minuta, por te rastit të golit të Lewandowski, i cili deri diku dhe nuk është fare i tij, se edhe për shkak të staturës etj. Po unë mendoj që ishte nga lojtarët më të mirë në fushë, megjithëse nuk ka luajtur ndeshje. Pra dalim tek ajo që kur vjen një lojtar te kombëtarja, kanë një lojtar që luajnë me vlera që kanë vlera të tilla apo jo. Pra karakteri, eksperiencë themi dhe natyrisht edhe vendosje. Kemi një gjë tjetër tash për Silvinjon. Ne zëm se do ikë Silvinjo. Po. Ore çfarë, sepse Hysaj është sakrifica që ka bërë deri tash, domethënë edhe mosha edhe pa ekip është e tjera më radhë. Gjimshiti është drejt fundit. Ismaili është drejt fundit, por 32 vjeç. Si do të jetë? Ismaili po ashtu, ai Ajeti po ashtu. Atëherë ka aktivizuar lojtarë të tjerë ky Silvinjo domethënë për të na thënë se me këtë do të shkojmë në vitin tjetër. Puna është nuk kemi problem lojtarësh, që jo puna është, jo dakor. Kush janë Maksim, thuaj për shembull që erdhi në këtë grumbullimin e fundit është një. Ti s'e ke parë asnjëherë më Maksi. Po mirë, Maksi, di problemi është një trajner i cili ka një plan afatgjat, patjetër. Mendon dhe çfarë do ndodhi më pas. Pyetja është, a ka Silvinjo plan që ndrojë me Shqipërinë apo jo? Dhe këtu dalim tek pyetja tjetër që i kemi drejtuar shqiptarëve. Silvinjo përfundon kontratën në qershor me të shkuam në European dhe play-off botëror për herë të parë, që janë 2 arritje që nuk ja ishim dot Silvinjos. Trajneri mirë duhet që ndrojë. 27.4% e shqiptarëve thonë që ai duhet që ndrojë. 47.2 thonë cikli i tij thjesht përfundoi, pra ai duhet iki. Dhe 25.4% janë shumë harsh, shumë tash, prandaj ti thonë dogji shanset e një brezi shkëlqyer duhet largohet. Unë jam me këtë Portokallin. Jetë Portokallia, te revolucioni Portokalli. Në fakt po Zalosha? Këtu praktikisht çerekut duan që të mbetet, 3 çerekut duan që të iki, po puna është se këta që duan ikjen e Silvinjos janë ndarë në 2 pjesë. Pra disa janë më të ashpër ndaj tij, këta që thonë që na dogji shanse. Apo dogji shanse. Dogji shanse. Ta janë më tash. Cikli, unë jam te cikli për shkak sepse nuk
mund E vërtetë është që ishte një brez i shkëlqyer. Nuk mund të themi Unë që jam të dogje. Portogallia. Nuk mund të themi Unë jam që të dogje, Portogallia, sepse unë vetë, pa ju ndiku ju fare. tek e fundit u kualifikuam në Europian. Po mirë, U kualifikuam nuk jemi të se ndërgjegjshëm era që ishte një para. brez i shkëlqyer kë? Po, jo, po, prandaj se është dy opsione në çik të ndryshme. Një opsion është shumë i ashpër ndaj Silvinjos. Tjetri është që përfundoi ciklin, Ik tani, bërë ç'bërë ik. bërë, faleminderit. Ai ikur ishte, në fakt se kishte mbaruar kontrata. Mirë, ky është opinioni. Jo, zgjat vetëm për botror. puna është atë do vazhdonte më. Megjithatë, Maksi, unë mendoj që ata që janë përgjigjur 27.4% kanë parë për te një emocionit momentit. Dhe kanë thënë një gjë që në duhet ta pranojmë. Unë si e shikoj, si e kam ndjekur në kombëtare. Ndoshta edhe për shkak të cilësisë lojtarëve, kuptohet, edhe për shkak të nivelit tjetër që është federata jonë sot etj. Por duke nisur nga ndeshja parë me Polonin, cilën e humbëm por luajtëm shkëlqyer në Varshavë, unë mendoj që me Silvinjon, kombëtare nga pikpamja e lojës, taktikës, e skemave etj. Ka arritur performancën më të mirë që unë kam parë në kombëtaren tonë. Pra kontrollojmë topin, kemi pra kontrolli topit është, zotrimi topit Edhe është goditje ndaj është mbi portës. 50% në shumicën e rasteve, pra jemi mbi kundërshtarët tanë edhe kur ata na mundin, numri goditjeve në portë është i lartë, sulmi ka shkëlqyer me sfusha shumë mirë, me një mbrojtje stabil, me Strakoshën që për fat është në kulmin e, si e shikojmë, përtej gabimeve të kësaj ndeshje, mendoj që Tomasi është në fazën e tij më të mirë që kanë parë në këto që nga 2017 kur ai është aktivizuar për herë të parë me kombëtaren tonë. Jo, ndoshta kishte 3-4 vite të mira në periudhën e Lazios, por që në kombëtare pastaj Po tani ka rikuperuar, pra prapë ka rikuperuar, e kanë parë shumë formë në ndeshjet e fundit. Trajneri mirë që duhet qëndrojë. Ndoshta duhet ta mendojnë të dyja palët e Federata dhe Silvinjo? Nese, unë jam tek Jeshilja në këtë rast. Për hir të vërtetës. Të mbyllet ciklit. Sepse të mbyllet Pse janë ciklit. ka Portogallia Edhe pse do shtoja që bani një fakt tjetër që Silvinjo ndoshta ka qenë trajneri më profesionist jashtë fushës që ka ardhur një në kombëtare shqiptare. Në çfarë aspekti? Jetoi dhe qëndroi në Shqipëri gjithkohën. Ndiqte në mënyrë rigoroze themi gjithë proceset dhe gjithë ndeshjet e kampionatit shqiptar, pavarësisht se zgjidhte apo nuk zgjidhte lojtarë në kampionatin jonë. Udhtonte pa fund për parë lojtarët aty ku luanin. Kishte një staf super të kompletuar në gjitha aspektet, pra erdhi me Dorivën dhe Zabaletën. Futi disiplinë, që është e rëndësishme. Pra, solli një profesionalizëm, themi të nivelit shumë të lartë. Por, ky problem pastaj krijoi me fushën e gjelbër. Pra, kur Shkodra jon luante, kishte këto probleme që ne sapo i elenkuam, për sapo i thamë, për shumë, që nga mos leximi i ndeshjes, që nga emocionet, që nga ndoshta egoizmi, që nga lojtarët më në formë apo grumbullimet e ndryshme. Kështu që kemi dy Silvinjo, një super profesionist në gjitha aspektet, me përjashtim, dhe jemi të pasajt asaj që është më rëndësishme. Kjo është ajo dilema, pra, kur shërvit një kombëtare, je trajner apo je seleksionator? Ndoshta tentoj Çobani t'i bënte të dyja? Unë them je selektor, sepse trajneri mirë asnjëherë nuk mund të ndikojë domethënë në ekipin kombëtar. Një trajner do që ka një skuadër. Kemi rastin e Spaletit, për shkakun që rasti tipik. Super trajner, mori dështoi me Itali. Do dështosh, duhesh një selektor i mirë dhe pse i qëndroi kësaj? Portogallis. Që dogji shanset e një brezi të tërë. Kjo është e vërtetë, apo jo? Se më kush, që ne kemi pas një brez, domethënë në këto 6-7 vjet, kështu do ta quajmë, që kur domethënë që pas Europianit 2016. Ka një statistikë për këtë Çobani, po mbasi ta përfundosh. Jo, mirë, rregull, dakor. Statistikë veçantë. Dhe ky brez, kaq i mirë sa ishte, domethënë, pati këto oscilacione, që ajo rënja në Nation League, që rënë një kategorim poshtë, është ketueshme domethënë për skuadrën tonë. Dhe po të vim tek ndeshjet e fundit të këtyre eliminatoreve, dhe nëse do t'i bënim një analizë, unë do të thosha, këto rezultate i kemi arritur falë këtij brezi. Jo falë, domethënë, ajo çka bërë selektori, mos ta quajmë trajneri. Ishte ndeshje e Serbisë, nuk ishte ndeshje trajneri, ishte ndeshje karakteri. Ajo që ndeshje karakteri. Unë aty më duhet t'jap merita Silvinjos. Po ishte ndeshje karakteri. Bëri dhe seleksionim e mirë, dogje dhe taktikat e mira, mbrojtë rezultatin në pjesën e dytë, një gjë që nuk e bëri me Polonin për fatkeq. Nëse para ma po shikosh e Curin. E mbrojtë rezultatin në pjesën e dytë. Dhanë mbi 120% atë ndeshje. Shikon që këtë Curin më. Ne kemi shnuar një gol me penalti me Letoninë. Dakord? Këtu.
Ne mezi kemi barazuar në Letoni me atë ndeshje të shpifur, me një tip autogoli. Vuajtëm në Andorë, thoi, me Aslan. Vuajtëm në Andorë, mezi shënuam i vetëm një gol me aksion. Se i golin Sërbi, fati madh që ajeti nuk mundi do të gjumë. Bëri një huq të vogël. Bëri një huq të vogël dhe mana e si sulmues që ishte, bëri atë mrekullin që kemi nga sulmues. Po unë me gjatë ndeshja ishte shkëlqyer nga ana taktike. Se si ka shnuar kjo skuadra jon, nuk është se ka prodhuar domethënë ka pasur një mendim domethënë në lojra. Ka pas karakteri, ka pas cilësitë individuale të këtyre futbollistëve, që është megjithmonë një brez shumë i mirë. Po duhet të me Serbin tregoj karakterin ton. Pra, luajt ishte ndeshje karakteri. Turi ti mendon që me këtë brez një tranier më i mirë një selektor më i mirë. Një selektor më i mirë. Po mos harroni që dalim te statistikat Zaloshnja. Po folëm për statistikat, do flasim për statistika. Në Europian shkuam dhe me Debjasi. Apo jo? Madje kishte edhe një fakt tjetër. Jo, dolëm me 3 pikë. E para dhe nëse ju kujtohet e ju a kujtohet dhe kolegëve pak më rrethori që ne kemi qenë duke u kualifikuar deri në sekond të fund, jo, edhe pas ju kujtohet Portugalia ka qenë me ne, do dilim ne ose Portugalia, pastaj bëri gol Ronaldo dhe Portugalia kaloi më pas në dolën në finale dhe fitoi. Po le të themi, po nëse flasim për statistika, ne jo vetëm shihemi kualifikuar në Europian, por kemi dalë me 3 pikë, ndërkohë në Gjermani erdhëm vetëm një barazim. Ke drejt. Po kuptohet që kishim grup më të fortë. Pse? Po Itali, po Franca. Atje kishim Francë, Zvicër, Rumani. Kurse këtu kishim, u quajt grupi i ekur. Ishim 3 ekipe shumë fortë. Jo, u quajt në letër, se Italia nuk ishte hekur me rezultatet që mori. Italia iku eliminuar, Francia iku eliminuar. Rumania ishte ekipi plakur. Falë, mos krahasojmë Italinë me Rumaninë. Dakor, po ajo që duhet Jo, Italia ishte kampione në fushi. Pra ne po them, por që gjoja që nga ana statistikore po flasim, gjoja që i e pik Debjazit shumë, është që ne nuk na rrezikoi porta me kollaj në Debjazit. Domethënë me të vërtet nuk kishte Catenaccio e Mirfield. Kishte një ide. Me të vërtet, po jo, ai futej, dëgjoj, ai Me Catenaccio Mourinho fitoi Champions League. Të Interit tënd të dashur. Kuptoni kur me Debjazin ne diskutuam që pse su grumbullua ky futbollist. Unë nuk e mbaj mend, ndoshta Maksi ke kujtesë më shumë, më thuaj nëse ka ekzistuar ky problem në kohën e Debjazit që pse nuk grumbullohet. Jo, madje ishte rigoroz me formën e tyre. Nëse Me përjashtim të mosmarrjes së Gjimshitit dhe Rashicës. Po Rashica ishin akoma lojtarë të jo. Rashica kishte luajtur vetëm një ndeshje miqësore apo 2 ndeshje miqësore në me zgaboj. përjashtim të kësaj nuk kemi Kurse, me thënë vërtetën, mua Debjazi ma ka pranuar edhe privatisht që te Gjimshiti ndoshta mund të ishte sjellë ndryshe, pasi Gjimshiti ishte lojtari kyç në 2 ndeshje super të rëndësishme të Shqipërisë që unë mendoj të anë kualifikimin, 2 ndeshje, 2 barazimet me Danimarkën. Mirë, po mos harroni 0-0 dhe 1-1 në Silvinho ka bërë ndoshta 3 mëkate nëse themi te kjo kombëtare. Duke lënë në shtëpi Sikaleshin, Uzunin dhe Uzunin derisa ndroi menaxher. Sadikun. Po, dhe Uzunin derisa ndroi menaxher. Ky është ndoshta një nga mëkatet më të mëdha për shkak të Silvinhos dhe fakti tjetër pastaj që lojtarët tanë në periudhën e Silvinhos janë zhvlerësuar. Nëse ne kishim një broja që kushtonte mbi 30 milion euro, tashmë broja kushton 8 milion euro. Nëse kishim themi lojtarë të tjerë që ishin në nivele shumë të alta, tashmë kanë. Po kemi vlera, kemi Anis Mehmeti me 15 milion euro sot. Edhe nuk u provua një sekond. Dhe më të mirin, dhe më të vlerësuarin ke Muçin, që kushton 20-25. Jo, me transfer market Muçi ishte 13 milion euro. Megjithatë statistikat flasin qartë nga sondazhi ynë. Shumica e shqiptarëve mendojnë që sido që t'jetë puna, Silvinho duhet largohet, janë gati 73% e shqiptarëve që thonë në një mënyrë ose një tjetër, ai e ka mbyllur ciklin e tij. Por cikli i futbollit shqiptar në këtë botror nuk ka përfunduar pasi nesër Kosova luan një tjetër ndeshje historike, pasi tenton të kalojë në botror pas 90 minutave përballë një super Turqie. Por ndeshja zhvillohet në Fadil Vokri, në lojtarin e madh kosovar, i cili si kryetari i federatës ka merituar zakonshme që këtë federatë për atë Kosovën ta fuste në UEFA, në FIFA dhe në brenda një dekade ajo sot tenton një ëndër të pa imagjinueshme 10 vite më parë. Po mbetet një pyetje shumë e rëndësishme duke pasur parasysh 2 anët e pasqyrës, Shqipërinë dhe Kosovën. Mos va duhet kishim një kombëtare, për këtë kemi pyetur shqiptarët, përgjigjja më njëherë pas publicitetit.
Rikthehemi live me sondazhin tonë, si sigurisht fokusohet tek ngjarja më e rëndësishme e javës së lëm, pas për fat nuk kishte nga ato ngjarjet e trishta që zakonisht shoqërojnë javët e shqiptarëve kryq mbushura me drama dhe tragjedi falso nga skena politike, por u fokusuam tek futbolli, pra tek play-offi i Shqipërisë. Siç e pat, po e rikujtoj edhe një herë përgjigjet. Shqipëria eliminuar nga votrori, 65.1% e shqiptarëve mendojnë që është faji i gabimeve tona. Ndërkohë, përgjegjësitë qëndrojnë më shumë tek lojtarët që humbën raste, thonë 67.1% e shqiptarëve. Ndërkohë, nëse fokusohemi te Silvinjo, sigurisht njeriu që merr meritat kur ne fitojmë dhe duhet ma të përballojë dhe kritikat në rast se ne nuk arrim rezultate të mira, gati 72% e 73% e shqiptarëve mendojnë që ose cikli i tij përfundohet dhe ai duhet të largohet, ose, dhe këtu është pjesa më kritike, ku unë dhe Çobani bëjmë pjesë, që ai dogji shanset e një brezëve. Jo thjesht që mbaroi ciklin, por një shans të madh. Ndërkohë që sigurisht nesër në Fadit Vogël luhet një ndeshje e madhe, përballë një Turqie të frikshme, janë dardanët cilët treguan karakter në fitoren e tyre 4-3 në Bratislav, në stadiumin e një vendi që nuk e njeh Kosovën, por që dardanët do t'i mbajnë mend për një kohë të gjatë. Maksi, dilema, diskutimi i madh që vazhdon mendojnë që prej 2014 e këtej, kur Kosova u njoh nga FIFA dhe nga UEFA, a duhet kemi ne dy kombëtare apo jo? Ka disa mendime, Lori Kcana e ka shprehur me kohë për shkakun mendimi që ai duhet ketë një kombëtare. Ideali do të ishte një kombëtare, pasi edhe ajo e Kosovës nuk e quhet dot kombëtare, që sigurisht përfaqësuese, por kombëtare ose ata janë gjithë shqiptar, pra kombë shqiptar. Megjithatë, ka një pjesë shumë madhe të opinionit publik, kryesisht në Kosovë, i cili mendon jo pa drejt që edhe Shqipëria kontributet e saj kryesore ka nga çuna që vijnë nga trojet shqiptare, kryesisht nga Kosova, dhe thonë që jo, bile ata janë antidesi, ata duhet përfaqësojnë vetëm Kosovën. Ti si qëndron këtë debat? Jo, mendoj që më mira do të ishte një kombëtare, sepse natyrisht do të kishim një kombëtare shumë të fortë, me cilësi brenda, sepse do të merrim më të mirët nga të dy përfaqësuesit, por ai që më përshtyp është fakti që do digjeshin shumë talente pastaj, sepse për fat mirë. Do kishin vend ku do ishte overcrowded thonë anglezët, do ishte e mbipopulluar stoli. Në momentin që ne po flasim, kemi një super prodhim talentesh, të paktën në të dyja themi, kombëtare shqiptare po e po, jo, dhe në të kosovare, jo kemi. Tu s'kemi hiç prodhim talentesh tu? Për kombëtare shqiptare, pra, që mund të vinë edhe nga jashtë. Vinë nga jashtë. Po mirë, pra në rregull. Tu s'kemi, kurse Kosova ka atje mrena. Mirë, më dakord. Por themi kemi super talente që duhet të vlerësohen. Dhe nëse do të kishe një kombëtare, të paktën 50% këtyre do digjeshin, ose s'do kishin shans të përfaqësonin veten në nivele të larta. Kështu që mendoj që apo do të ishte sensi më i fortë i përzgjedhjes tyre dhe do të dilnin më të mirë? Ajo pa diskutim që do të dilnin më të mira, sepse thash konkurenca gjithmonë rrit cilësinë dhe do të ishte. Ja, për shembull, po të marrim për shembull rastin e Beratit dhe të Milot Rashizës në 2016. Po. Pra, nëse Rashiza do kishte luajtur një ndeshje zyrtare me Shqipërinë, nuk luajte ndeshje miqësore, po nëse do kishte luajtur një ndeshje zyrtare, pra nuk do shkonte dot me Kosovën dhe ndoshta një trajner tjetër më pas do ta merrte, por ama do të rrezikonte që ai të digjë. Ndërkohë sot e ke nga mes fushorët më të mirë të Kosovës. Edhe pse për hir të vërtetës me Franco Fodën po has shumë vështirësi, le ta themi. Nuk është pas, sepse hyn tek trajnerët që njeh dhe vlerëson jashtëmase meritokracinë dhe atë që ne themi minutazhin në këmbë. Pra, ai aktivizon lojtarët më të mirë. Dhe me thënë vërtetën, me sa mbaj mendun me Brigelin, kemi patur shenjat e para të një ekipi kombëtar apo Çobani, ndoshta nuk e di pse. A e kam gabim apo jo? Brigelin po, pavarësisht se Brigeli nuk ishte domethënë në një nga pjesët më të famshëm të asaj kohe, po për hir të asaj që ishte një gjerman. Çiko, është e vërtetë që ne na duhet një gjerman, sepse Rehageli nxori kampion Europë e Greqin. Ka shumë aludinë, që pse ndodhin këto në kombëtare. Nuk është vetëm domethënë aftësia apo pa aftësia në seleksionime e Silvinjos, ndikimi i menaxherëve apo diçka tjetër. Dhe të ne shkollaj të bëjnë të gjëra, se kur flasim ne, për që ne kemi, tash mos shkojmë politikë, se politikën kemi si janë tjetër të që... Po jo, më dhe në Kosovë mund bëjnë të gjëra Çobani. Atëherë, në futbol nuk është asgjë, domethënë... Jo, po flasim edhe politika ka ndikimin e vetë sport. Dhe një trajner gjerman do të na bënte shumë.
Po ta them si, as braziliani, as italiani, as shqiptari. Unë ka përshtypjen që në federatën tonë kanë debulesë për italianët, po qofsha i gabuar për këtë. Megjithatë të shohim përgjigjen e kësaj pyetje që lidhet pikërisht me këtë dilemë. Duhet kemi një skuadër apo dy skuadra shqiptare që ishin play-off për botrorin, sigurisht një lajm i mirë, por njëra eliminohet, tjetra nesër përballet me një sfidë të rëndësishme. Ndoshta po të ishin të dyja bashkë, ndoshta sot do ishim në botror. Çfarë thonë shqiptarët? Shqipëria ngel, Kosova 90 minuta larg botrorit. 80.1% thonë më mirë të kishim vetëm një kombëtare të Shqipërisë. Kuptohet se kombëtare Shqipëria është vendi më. Ndërkohë 90.9% janë më pragmatistë, thonë më mirë dy skuadra shqiptare, pasi kemi shanse më shumë. Zalosha këtu tani te statistikat, te probabilitetit në kërkojmë ndihmën tënde. Këtu do ta ndaj në dy pjesë. Pra perceptimi publik dhe realiteti. Kjo pyetje në fakt ka dy segmente, ka dy përbërëse brenda. Një përbërës është pak gjeopolitik. Pra, jo rastësisht, një rezultat i ngjashëm më ka dalë para një 2 vjetësh, kemi bërë një bashkëpunim me një institut statistikash kosovar, dhe kemi pyetur, a jeni dakord për bashkimin, jo për futbollin, por bashkimin e Shqipërisë me Kosovë, në një shtet të vetëm. Në Shqipëri ishe 78%. Në Kosovë ishe 65%. Më pak në Kosovë. Dhe kam përshtypjen. Ka shpjegim ajo? Dhe shif këtu edhe tek kur vjen puna për kombëtar. Formuse etj. Përballë një shtypje dyshekullore. Po prap shumica edhe atje prap ishin për bashkim. Por edhe kur vjen puna për bashkimin e kombëtarëve të futbollit, kemi pak a shumë të njëjtën shifër. Pra nuk është thjesht vetëm një... Pra, një sekundë, ti po thua edhe në Kosovë mendojnë që shumica janë për një kombëtare, shumica? Besoj se janë për një kombëtare, besoj, por jo me këto lloj. Po kam dyshime. Po jo me këto lloj. Jo te bashkimi, por tek bashkimin i një skuadre kombëtare, unë dyshoj që në Kosovë mendojnë njëjtën gjë, me të njëjtat parametra që mendojnë në Shqipëri. Realisht ata mendojnë që kanë aq shumë lojtarë sa për të bërë 2 kombëtare pa probleme. Po i kanë bërë, 2 i kanë bërë, por mendojnë dhe sot. Kjo pyetje unë nuk besoj një shqiptar, ku do qoftë, këtu e pande, që e mendon thjesht nga pikpamja futbollistike. Do në background është dhe çështja. Kombëtarja shqiptare sot është e vetmja në gjitha fushat mund të themi që e vetmja që ka realizuar bashkimin kombëtar shqiptar, sepse aty luajnë duke filluar nga Gjimshiti që mos gaboj nga Presheva, pra që është kemi Hasanin që kemi nga Maqedonia Perëndimore. Bajrami po ashtu e Merat. Bajrami po ashtu, Kosova diskutohet. Në qoftë është realizuar bashkimi kombëtar ndonjëherë, është realizuar ke skuadra e futbollit. Pra ke dhe një komponent. Kur vjen puna pastaj anën sportive, po unë bëra një thjesht për kuriozitetin tim para se të vija këtu në emision, mora të gjithë lojtarët që janë aktivizuar të kombëtarja jonë në 2 vjetë të fundit dhe ata që janë të përfaqësuesja e Kosovës. Dhe po të bënje një përzierje të tyre, thjesht statistikisht me i fjalë, ne pastaj kalonim tek pra po të zgjidhim nga 23 ande, po të zgjidhim ata më të mirë nga pikpamja statistikore gjithmonë, ne pastaj futeshim ke 20 vendet më të mira të Europës. Shiko, vetëm ne kemi marrë, sepse ne kemi Maqedonës, ne kemi Kosovar. Jo, që rëndësika që ata kanë luajtur me Shqipërinë. Puna është kanë luajtur me Shqipërinë. Është gjithmonë ajo, po ta marrësh nga ana nacionale më shumë që... Jo, nga ana e fidanishtes, sigurisht duhet pranuar duhet pranuar që, megjithatë, duhet të themi dhe një realiteti tjetër, Artur. Shumica dërmuese vinë nga emigracioni. Dhe pavarësisht që vinë janë nga ta shumica nga Kosova, me origjina, apo nga Maqedonia e Veriut, duhet të shumica dërmuese të tyre janë breza që janë lindur dhe rritur dhe janë stërvitur në... Nisi, Kosova ka një veçori, gati 70-75% për shembull janë të lindur dhe rritur në Kosovë. Pastaj kanë emigruar, themi, në aspektin futbollistik. Kanë emigruar të veçë, no? Jo, kanë emigruar në aspektin futbollistik, marrim rastin e Muriqit. Muriqi, për shembull, ka qenë lojtar i Prizrenit, ka ardhur në Shqipëri, ka luajtur me Teutën dhe me Besën, dhe më pastaj
themi ne karriera e tij ndryshoi me Kroacinë, Turqinë me radhë. Pra, Muriqi është lindur dhe rritur në Kosovë, Rashica po ashtu, pa harruar pastaj themi pjesën më të madhe lojtarë, Ramani po ashtu. Me gjatë mu më kujtohet një rast kur ne kemi tre kemi ne që janë formuar si futbollistu. Zuni, Muçi kemi ne? Edhe Uzuni. Jo, edhe Uzuni. Uzuni, po edhe tjetër kemi, jo. Hoxha, jo? Edhe Shehu. Edhe Shehu. Po, edhe Shehu, se ka qenë me Partizan. Ka qenë me Partizan. Edhe Daj Ismaili, portieri i rezervë. Edhe Tomas Trakosha. Kemi, por sigurisht cilësia më e lartë ka ardhur nga... Tomas Trakosha është formuar në Greqi dhe më pas te Lazio. Pyetja këtu, në fakt, nuk është se ku ka lindur ose ku s'ke lindur. Pyetja është këtu, a duhet kemi një kombëtar përbashkët, kush është shqiptar, kudo që të ketë lindur... Po varet si e bën këtë pyetje, e bën në sensin kombëtar apo në sensin e kualitetit? Tani, në sensin e kualitetit unë jam me ty. Nëse ti ke bërë analizë statistikore dhe thua që me elementet më të mirë këtej dhe andej, ne do të ishim te 20-30 parat, sot jemi veni 63 mos ka bërë me statistika ne do ishim te 20 vendet e para në Europë. E vërtet. Po në kohë mua më kujtohet një rast, Maksi, kur Gjermania Lindore dhe Gjermania Perëndimore kishin dy ekipe dhe Gjermania Lindore kishin ekipin e vetë fort, bile kujtohet sfida e botrorit 74, ku Gjermania Lindore mundi Gjermaninë Perëndimore, cila më pas doli kampione e botës përballë Republikës Demokratike. Sigurisht Republika Demokratike më duhet ka dalë edhe në finale një herë të një kampionati evropian nëse s'gaboj, po ka patur sfidat e veta të forta, ka pas edhe ekipe të forta, Dinamo e Dresdenit, ka pas klub që ka dalë në finale. Karzaj Siena, po edhe po, Dinamo e Dresdenit, cila më duket ka fituar kupën e kupave. Edhe Leipzigu është pjesë e Gjermanisë Lindore. Në 90-ën, në kampionatin e 90-ës, Gjermania vinte vetëm pak muaj pas shembjes murit, ose ribashkimi ndodhi në fakt në 3 tetor 90-ës, po mbaj mend që atëherë për herë të parë në ekipin gjerman luajtën dhe dy lojtarë. Hessler më duket ka qenë njëri? Jo, Hessler jo, Draxler ndoshta. Draxler, po dhe kanë qenë ja dy lojtarë. Pra nuk është se pati në një shpërtim nga elementet që erdhën i Gjermanisë Federale. Gjermanisë Federale. Po, dhe këtu dalim tek ajo që thotë Zalosha në fund fare, fiton edhe një bashkim duhet fitoj cilësia, apo jo, dhe jo temi thjesht sedra kombëtare. Në këtë mes, Shqipëria nuk e ka realizuar, ndoshta ka mundësinë më të madhe, ti e the që e the ti që Shqipëria e ka realizuar formalisht bashkimin kombëtar. Po mendoj që probleme që nxjerr kombëtare ajo tregon që nga pikpamja cilësore nuk është bërë bashkimi i duhur. Ja duhen një gjerman. Janë disa lojtarë që luajnë sot me Kosovën që e kanë vënë sigurt kombëtarë. Këtë çështje nuk e ka zgjidhur Anglia. Me kombëtarët që ka dy. Me kombëtarët që ka dy, aty është histori pak më ndryshe. Mbaj mend një herë në botrorin e 2010-s u bë për herë të parë u hodhi ideja që Britania dilte me Britania e Mas, është dalë në Olimpiadë, dhe thanë që atëherë me ato kualitete që kishte atëherë në kulm me Gareth Bale etj, Britania e Madhe do të kishte shanset më të mëdha për të fituar, po pastaj aty ka se cili Britania e Madhe ka një histori pak më të... Ekzistuar dhe të para me George Bestin e me këta që nuk luanin dot domethënë kontra Anglisë. Puna është se Skocia ka luftuar kundër Anglisë. Pra kanë histori ka luftuar, Irlanda vazhdon akoma ka luftuar. Po e ka përcej probleme. Në Angli s'do koli e di. 4-5 vende, në Angli vetëm 2. Ne nuk e përjo, ne na kanë ndarë. Ata duan të rinë veçeve, kurse ne na kanë darë, ne kemi histori tjetër. Dalim të pyetja që lidhet me këtë, atëre më mirë të në shqiptarët, 80.1% e kombëtarës tjetë vetëm një. Dalim të pyetja e fundi që është politike, nuk është marrë do të është rëndësishme, po të kjo ka lezetin e vetë, se ka dy gjëra. Interesanti që dohet të diskutoja me Zaloshën, por jo vetëm me Zaloshën. Pasi çdo njeri është politik Shqipëria dhe sporti është politik. Si do votojnë nëse zgjedhjet mbahen sot? Dhe këtu si gjithmonë kemi referencë vetëm votuesit e 11 majit, rezultatet e 11 majit janë si gjithmonë në kolonën e parë, ku të majtët kanë marrë 52.2%, 34.8% madhështore, 13.5% kanë marrë partitë e mëdha. Ndërkohë, shikojmë rezultatin. Nëse zgjedhjet mbaheshin sot, 24% do të votonin socialistët, një rënje, jo, nga ajo po, nga 11 maj, por nga java kaluar ka rënë 1.1 pikë. Do thua është brenda margjit të gabimit, është për margjit të gabimit, siç e pamë është më i vogël se çdo herë tjetër, është 2.4%. Ndërkohë, shikojmë që demokratët
kanë rënë me 0.2%. Kanë rënë dhe ata, brenda margjit gabimi kuptohet. Ndërkohë shikojmë një rritje e lartë e atyre që dotonin të votonin një parti tjetër, që kanë votuar 11 maj një nga partit, po në tani do donin votonin një parti tjetër, kjo shkon 30.8%. Ndërkohë shikojmë që partitë e vogla shkojnë pothuajse drejt asgjësimit me vetëm 3.2%. Tani, Zaloshnja, këtu ka ndikuar si shtot Maxi karburanti? Karburanti, mendoj. Si do të aktuale. Si që nuk mund të them do të këtë se është vetëm 1.1%, pra është brenda margjit gabimit. Kështu që nuk mund të thuash, por që po ta shohim nga 24 janari e këtej, kemi një rënje graduale dhe diferenca nuk është e vogël, sepse kemi zbresim nga 48.5% PS-ja në 44%. Pra është përtej margjit gabimit, po ta shohim në 2 muaj kohë me fjalë. Ky nga nëndorin janar, më falë të pyes, pse e ka këtë rritje, këtë se kuptoj, pëse në një rënje, PS-ja? Cila? PS-ja ka rënje? Jo, ka një rritje nga nëndorin në janar. Po, tani, se duhet parë humori... Duhet parë humori I javës, po, mos gaboj... Ajo ka qenë protestës më duket? Ajo ka qenë ajo periudha që fillimisht u rrëzua ajo kërkesa e SPAK-ut në kushtet. Jo u rrëzua, po si tu është ata thanë që ne do ta marrim shqyrtim dhe Ballukuri u pezullua përkohësisht. U pezullua përkohësisht dhe Balluku rikthye në ministri me fjalë. Dhe ndoshta ajo mund të ketë ndikuar sepse aty ka pas një rritje jo të vogël me fjalë. Nga 12 janari në 26 janar ka qenë një rritje dhe u duk sikur ajo çështje ishte mbyllur, pra unë kam një opinion timin. Se u vetua 5-3. 5-3, po. Unë kam një opinion timin, po që është opinion. Ky është një sondazh shumë I veçantë, pasi ne kemi drejtuar publikut, kampionit të përzgjedhur, që është I njëjti me ato që ose I ngjashëm me ato që përzgjedhin çdo javë, I kemi drejtuar një pyetje, një karakteri tjetër që nuk është, pra një sondazh që është kryesisht I bazuar tek sporti. Dhe kemi marrë këtë rezultatin që kryesisht janë njerëz që janë këta janë që kanë votuar, këta janë vetëm ata që kanë votuar në 11 maj. Por ka një tendencë sportive, them unë. Si duket janë më pragmatistë sportistë. Nuk mund ta them dora aty përfshihen të gjitha. Përfshihen të gjitha që kemi të ndara. Ata që janë këtu janë vetëm njerëz se ke shumë nga ata njerëzit që morën pjesë sondazh se ishin tifoza për sportin, por nuk kanë votuar për shkak 11 maj. E kupton dhe s'janë këtu në këtë Po tasim për të që kanë votuar. Këta që kanë votuar... Publik edhe politik edhe sportiv. Këtu, për sportin, sidomos për kombëtarë një herë, se kur vjen puna Tirana Partizani, luajnë ai dobët sa njerëzit si shohin më. Po kur luan kombëtarët ta garantojnë që edhe gjyshet e shohin ndeshjen, edhe kanë atë pasion. Ndërkohë që gjyshet janë të rregullta për votime, çdo ditë kur ka votime, pra, nuk shoh në një lidhje statistikore që diçka për shembull me ndeshjen shqiptare, por që mund të ketë, kjo që tha Maxi, që mund të ketë diçka në lidhje me çmimin e naftës. Me krizën e çmimit të naftës. Por është shumë e rëndësishme të shohim këtu që Jo, e di pse mund të jetë kjo, them unë, duke mbështetur tezën e Maxit, pasi nuk shohim që pikët që I kanë shkuar PD-s, po që I kanë shkuar pikërisht te kjo që kanë goditur PS-n, qeverinë, domethënë që nuk kanë po nuk kanë shkuar tek PD-ja. Pra shkojnë, pra janë njerëz që ndoshta janë të shqetësuar nga situata, që kanë ikur nga se kuptohet që kanë ikur nga mbështetja që kanë pasur PS-n para një jave. Edhe PD-n, dhe thotë PD-ja nuk ka lëviz, është tek 0.2%. Ata janë dhe ka shkuar ke partitë e reja. Po ja, 2%. Jo partitë e reja. Jo partitë e reja. Te një parti e re që s'ka lind akoma. Do krijohet që ata janë pak kënaqur me të gjithë. Kjo është ai grupi pak kënaqur për të gjithë dhe që I trem njëkohësisht të gjithë Maxi. Sepse ata janë gati. Po e pan shenjën e parë të diçka që I mbush mendjen, ikin me vrap. Këtu problemi nuk është e vendi I parë, I cili rrezikohet në të ardhmen, problemi është ai që është vendi I dytë, I cili del me njëherë në vend tretë. Tani nëse I bëjmë një përmbledhje, se këta janë interesant, pra njerëz të cilët votuan në 11 maj dhe sot nuk duan të votojnë asnjë nga partitë ekzistuese dhe do duan të krijohet një parti e re. Po ta zbërthejmë atë,
Ty kemi 30.8% atyre që votuan janë zgënjur. Po më shumë se 2/3 e këtyre janë njerëz cilët votuan për PD-HM ose për partitë e vogla. Sepse këtë 30.8% të zhgënjërit e PS-s janë vetëm 8%. Janë vetëm 8%. Cilësia e këtyre që morën pjesë në votim, domethënë. Çfarë brezash kanë qenë? Kanë qenë pensionistë? Gjithë janë bërë të kampion kombëtar. Kush ka dominuar më shumë domethënë? Dgjoj, kampioni balancon të gjithë grupet e moshave, qytet, fshat, arsimin e këto tjerë. Po, është kampion që përfaqësues për gjithë shoqërinë. Përfaqësues. Pastaj nuk është rastësishëm kuptimin e do edhe lidha me aty janarit, mos ka qenë pjesa e shpërblimeve të pensionit të tjera me radhë dhe kanë ndoshuar në rritjen e s'ka në gjë, ajo është se për të ta marrësh për këtë vendimet e gjykatës kushtetuese, nuk ma merr mendje që njerëzit domethënë e kuptojnë aq shumë se çfarë rol kishte një kuptuan. Dgjoj, ata nuk u morën shumë nga ana juridike, por u krijua mendimi që kjo çështje u mbyll sepse votoi 5-3 gjykata kushtetuese, problemet e qeverisë tani u stabilizuan, ajo ministra u rikthyer prapë. Pastaj u rikthyer. Mirë, se më duhet ta mbyll. Atëherë rezultati final është ky, 44% janë socialistët, me një rëndje për gati 1 pikësh. Do bëjmë parashikim për ndeshjen nesër? Po, ja tani direkt. Vetëm ta sen këto demokratët që vazhdojnë një zbritje të lehtë, po vazhdojnë zbritje 22%, partitë e vogla po shkojnë drejt rrezikut të temit të shkrirjes, ndërkohë 30.31% shqiptarëve janë gati të votojnë diçka që s'është as PD, as PS dhe as Agron-Shehaj. Parashikimit për ndeshjen nesër. 1-1 90 minuta dhe mendoj që gjithçka do të ndahet themi te 11 metrë. Si ta nxegoja më. Ç'bane? Fiton Kosova, do fitoj Kosova dhe do fitoj 2-0. Zaloshnja? Si pas statistika, si statisticien duhet të them që kemi probabilitet vogël që të fitoj Kosova, duhet të them si statisticien, por me dëshirë kam qef të mbyllim që... A mirë me dëshirë pa diskutim, dëshira me... Kurse unë nuk kam parashikim, po unë them që ndeshje tilla nuk fitohen me statistika dhe nuk fitohen me taktika. Ndeshje tilla fitohen vetëm me zemër. Kosova e tregoi këtë Bratislav, shpresojmë ta tregojë edhe nesër Fadil Vokri, sepse në fund fare meriton dhe Fadili këtë kulminacion megjithëse shumë vite pas vdekjes së tij. Faleminderit Çobani, faleminderit Max, faleminderit Zaloshnja, bashkë jemi nesër në orën 8 deri atëherë nga Sol Balla natë mirë. Step into your power, don't hide away. You were born to shine.